Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Brenda kësaj dekade Shqipëria nuk do të importojë me energji elektrike. Premtimi vjen nga kryeministri Edi Rama gjatë paraqitjes së projektit për parkun eolik të Tropojës. Nevojat tona të brendshme për sovranitetin ton ne I kemi garantuar. Por ne jemi më ambicioz se kaq. Dhe kur them për energjinë në Europë, kam parasysh rritjen e kapacitetit këtu në Shqipëri në mënyrë që ne nga një anë të kontribuojmë në sigurinë energjetike të Europës, por nga ana tjetër të bëjmë edhe ne para për fondin e Republikës së Shqipërisë njësoj si të tjerët. Për Ramën, prodhimi i energjisë së rinovueshme në vend dëshmon rrugëtimin e suksesshëm të punën 2 vjeçare të qeverisë në këtë sektor. Koha kur Shqipëria duhet dalë në treg për të blerë energji, po shkon drejt fundit dhe ne do të jemi në kategorinë e atyre jo shumë vendeve që gëzojnë pavarësi plot kur vjen puna tek prodhimi I kësaj lënde vitale për organizmin e një shteti. Dhe kjo si rezultat I investimeve të bëra gjatë gjithë këtyre viteve, po jo thjesht I investimeve, por I një vizioni, I një programi dhe I një përpjekje të përditshme në drejtim e dur nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës dhe të Energjisë dhe të gjitha ekipeve. Ishte kryeministri I Shqipërisë Edi Rama. Nga Abu Dhabi, kryeministri Edi Rama rikonfirmon angazhimin se deri në fund të vitit 2028 Shqipëria do të jetë plotësisht vend sovran në prodhimin e energjisë elektrike. I ftuar në panelin e samitit të javës së zhvillimit të qëndrueshëm që po zhvillon punimet në Abu Dhabi, kryeministri deklaroi se Shqipëria ka mundësi që të ofrojë furnizim të plotë me energji të ripërtëritshme. Ajo çfarë kemi bërë në këtë dekadë të fundit është të investojmë shumë në energjinë diellore dhe atë të erës dhe të krijojmë një portofol burimesh të ekuilibruara në mënyrë të tillë që ne të mos kemi më nevojë të drejtohemi importit dhe të jemi plotësisht sovran, duke pasur 100% energji të gjelbër. Plani po ecën mirë dhe besojmë se në fund të 2028-s do të jemi plotësisht sovran, nuk do të blejmë më energji nga jashtë. Tha ndër të tjera kryeministri Edi Rama, teksa solli në vëmendje marrëveshjen tripalçe me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Italinë. Ambicia jonë është që së bashku me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Italinë të kemi një bashkëpunim tripalësh, të krijojmë një bazë të ngarkesës në Shqipëri. Doktor Sultani, zoti e Bekov, po synon që të mbrijmë në 3 giga dhe përmes kablit ndërlidhës me Italinë ti shërbejmë Europës me energji të gjelbër dhe sigurisht së bashku me miqtë tanë arab të bëjmë para për t'ia fshitur pra Europës. Deklaroi Edi Rama. Ekonomia shqiptare do të kenë një rritje prej 3.5% në vitin 2026. Vlerësimi vjen nga raporti Bankës Botërore. Edhe për Kosovën, Banka Botërore parashikon një rritje prej 3.8% në vitin 2026 dhe 3.9% në vitin 2027, duke e renditur si ekonominë me rritjen më të shpejtë në rajon. Rritje më e ulët parashikohet për Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën me rreth 3%. Malezi parashikon një rritje me 3.2% dhe Kroacia 2.9%. 31 mars I vitit 2026 është afati I fundit për dorëzimin në Shqipëri të deklaratës vjetore të të ardhurave për periudhën janar-dhjetor 2025. Detyrimi për të deklaruar të ardhurat personale vjetore për vitin 2025 prek individët me të ardhura mbi 1.2 milion lekë nga të gjitha burimet, po ashtu detyrimi vlen edhe për individët që për të paktën një muaj gjatë vitit 2025 kanë qenë të punësuar pranë më shumë se një punëdhënësi. Detyrim për të dorëzuar aplikimin ka në individët që ka realizuar të ardhura mbi 50.000 lekë për të cilat nuk është paguar tatimi në burim, si të ardhurat nga platformat Booking, Airbnb, YouTube, të ardhurat nga qiradhënia. Për herë të parë këtë vit, prindërit dhe kujdestarat ligjor me të ardhurat të ulta dhe të mesme do të mund të përfitojnë kompensim ushqimor dhe arsimor për fëmijët në ngarkim përmes deklaratës vjetore të ardhurave. Politik.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha denoncon një tjetër skandal që sipas tij vjen përmes projektit Durana Park, që do duhet të ishte ndërtuar në Xhavzotaj. Në një dalje për mediat, Berisha akuzoi se të afërm të kryeministrit jepnin informacione me pagesë për tendrat përpara se ato të bëheshin publike. Profili Kreatex SHPK. Kreatex nuk është thjesht një kompani softwaresh, por bërthama operacionale e monopolit të ri teknologjik në Shqipëri. Pronësia dhe kontrolli. Kompania kontrollohet në aparencë nga Ermal Beqiri, në të vërtet nga Arman Frangu, Linda e Akshit dhe Suveli. Për këtë kryetari PD-s i referohet projektit Durana që do duhet ndërtojë në Xhavzotaj, ku 50 kompani anëtare drejtonin projektet qeveritare përpara se ato të bëheshin publike. Për të hyrë në Durana Tech Park, kompanitë kalojnë përmes shoqatës Ermal Beqiri, ku aksesi në tendrat miliona eurosh ndahet sipas shkallëve të pagesës. Korrupsioni i institucionalizuar është shkaku kryesor i vështirësive me cilat përballet ekonomia shqiptare. Vlerësimi vjen nga deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku. Në një analizë në rrjetet sociale, Tabaku vlerësoi se përmirësimet ligjore sado të domosdoshme nuk janë të mjaftueshme kur mungon vullneti politik dhe kur korrupsioni është ngritur në nivel sistemi. Korrupsioni është arsyeja kryesore për situatën e ekonomisë sot. Është arsyeja kryesore për kapjen e ekonomisë në pagduar, për largimin e të rinjve, për emigracionin masiv, për humbjen e shpresës, për pastrimin e parave. Është pikërisht korrupsioni që ka sjellë këtë situatë. Si shembull ajo përmend ligji për koncesionet dhe partneritetet publike-private, i cili sipas saj pavarësisht ndryshimeve të bëra në vitin 2017 dhe vitin 2023 ka shfaqur të njëjtat problematika. Këtë kanë treguar rasti i inceneratorëve, i koncesioneve në rrugë, rasti i energjisë, rasti i Akshit. Se sado që t'jetë i mirë ligji nuk e parandalon dot korrupsionin nëse ai është kthyer në sistem, ashtu siç është kthyer në këtë rast në Shqipëri. Një sistem që fatkeqësisht sot ka kapur çdo qelizë, ka kapur edhe ekonominë. Sado të mirat i bëjmë ligjet, sado t'i përmirësojmë ato e t'i bëjmë standardet europiane, korrupsioni vazhdon të jetë atje prej sistemit që ka ngritur qeveria socialiste. Ishte Jurita Tabaku, deputete e Partisë Demokratike. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike kallëzon në SPAK për shpërdorim detyre kryetarin e kuvendit Niko Peleshi. Kallëzimi ka ardhur me argumentin se Peleshi bllokon mbledhjen e Këshillit të Mandateve për çështjen e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. PD pretendon se Peleshi përmes veprimeve apo mos veprimeve të tij ka penguar drejtsinë të bëjë punën e saj, duke mos i hapur rrugë procesit për heqjen e imunitetit të Ballukut me vendim të SPAK. Në shkresën që Peleshi u ka nisur deputetëve të Partisë Demokratike sqaroi se Këshilli i Mandateve nuk do të mblidhet pa u shprehur gjykata kushtetuese për çështjen e Ballukut dhe se zëvendës kryeministra ka kërkuar 3 javë kohë për të mbrojtur. Partia Demokratike ankimon në gjykatën kushtetuese vendimin për zgjedhjen e avokatit të popullit, shkak është bërë pretendimi për shkelje të kushtetutës dhe rregullores së kuvendit. PD kërkon shfuqizimin e votimit në kuvend për zgjedhjen e avokatit të popullit dhe pezullimin e të ushtruarit të detyrës nga Ender Shabani derisa të shprehet gjykata kushtetuese. Shabani u zgjodh avokati i popullit më 11 dhjetor me 85 votat e shumicës, ndërsa deputetët e Partisë Demokratike braktisën votimin. Aktualitet. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, kërkoi rritjen e numrit të gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit mbështetës në sistemin e drejtësisë si një kusht thelbësor për përmirësimin e cilësisë dhe efikasitetit të saj. Në fjalën e mbajtur në konferencën Cilësia e drejtësisë në Shqipëri, Gonzato theksoi se drejtësia dhe sidomos dhënia efikase e drejtësisë është në thelb të procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe përjedhoi një prioritet kyç i mandatit të tij. Është gjithashtu e qartë edhe që këto sfida tashmë kërkojnë veprime vendimtare nga të dyja këshillat. Para së gjithash, përmes rritjes së nivelit të personelit në të gjitha gjykatat. E thënë thjesht, na duhen më shumë gjyqtar, na duhen më shumë prokuror të mbështetur nga një numër i mjaftueshëm këshilltarësh ligjor dhe asistentësh ligjor. Gonzato vuri në duke se ngarkesa e lartë me çështje dhe stoqjet e prapambetura përbën një sfidë serioze për gjyqtarët dhe prokurorët, duke ndikuar drejt për drejt në cilësinë e vendimarrjes. Gjykata, duke patur të gjithë gjyqtarët në detyrë me një numër të mjaftueshëm asistentësh ligjor, funksionojnë më mirë. Dhe gjykata e lartë është një shembull i qartë i kësaj çështje. Këshilltarët ligjor janë një element thelbësor për të garantuar cilësinë e drejtësisë. Kreu i gjykatës së lartë kërkoi që rritja e shpejtësisë për shqyrtimin e dosjeve të mos bëhet shkak për uljen e cilësisë së vendimarrjes.
Gjatë konferencës kombëtare cilësia e drejtësisë së Kolcadushi nënvizoi se cilësia nuk matet vetëm me shpejtësinë e gjykimit apo uljen e ngarkesës së çështjeve, por mbi të gjitha me forcën e arsyetimit, qartësinë dhe me parashikueshmërinë e vendimarrjes. Kreu i gjykatës së lartë nënvizoi se drejtësia nuk mund të matet vetëm me numra. Cilësia e drejtësisë nuk matet vetëm me shpejtësinë e gjykimit apo uljen e ngarkesës së çështjeve, por mbi të gjitha me forcën e arsyetimit, qartësinë dhe me parashikueshmërinë e vendimarrjes. Shpejtësia është e rëndësishme, por shpejtësia pa arsyetim dhe pa koherent kthehet në rrezik për sigurinë juridike. Ngarkesa dhe pravameta janë realitete që ne nuk i shmangim lehtë. Megjithatë, drejtësia nuk mund të matet vetëm me numra. Treguesit statistikor janë të dobishëm, por prova kryesore mbetet vendimi i arsyetuar, i kuptueshëm dhe i zbatueshëm. Tha kreu i gjykatës së lartë Sokol Cadushi. Shoqata e gjyqtarëve në Shqipëri arrestuar kundër 2 projektligjeve të propozuara nga deputeti socialist Olsi Komiçi mbi disa korrigjime të reformës në drejtësi. Nisma ligjore e Komicit garanton pozicionet e kryetarëve të komanduar të gjykatave dhe prokurive, të cilët do të rinë në detyrë deri në fund të vitit 2028. Por shoqata kombëtare e gjyqtarëve del kundër këtij propozimi duke thënë se po shmanget gara për poste drejtuese në gjykata. Mëtej në reagim thuhet se me një dispozitë të tillë po tentohet të merret pushteti që kushtetuta i ka dhënë Këshillit të Lartë Gjyqësor me emërimin e kryetarëve të gjykatave. Avokati Ergys Agazit, Max Haxhia, deklaron se klienti i tij ndodhet jashtë Shqipërisë. Para gjykatës, Haxhia pretendon se drejtësia po kërkon të dëmtoj klientin e tij pas një provë konkrete. Vetëm po tjetë një njeri që do që t'i hedhin çelësin në det, mund t'i vinë dhe të paraqitet në organet e drejtësisë. Kjo situatë bën që zbatimi i masës së sigurisë bën që ai të mos ketë më asnjë shans për të komunikuar me drejtsinë në bazë të drejtave të tij kushtetuese dhe procedurale. Avokati Haxhia deklaroi se pala mbrojtëse Agazit ndodhet në një paralizë të plotë në kushtet një teri informativ për sa i përket materialeve që përmban dosja e SPAK kundër tij. Erdha këtu në prokurorinë e posaçme për të kërkuar të më vijnë në dispozicion ato materiale që janë vënë media. Njëkohësisht do të bëjmë di që nisur nga kjo prezencë në media dhe në publik të këtyre materialeve, ne i kemi bërë një letër institucioneve të larta të drejtësisë për të nxjerrë përgjegjësitë ndaj atyre personave të cilët e kanë për detyrë për të ruajtur këto informacione dhe që i kanë vënë në dispozicion të publikut. Ergys Agasi, në kuadër të veprimtarisë së grupit të strukturuar kriminal, dyshohet se ka konsumuar veprën penale, konkurrencë palishme përmes dhunës dhe ka detyruar përfaqësues të kompanive pjesëmarrëse në tender atë i që ndorë nga ankimimet për procedurat e caktuara të tenderimit, kësaj duke i hapur kompanive të paracaktuara për të cilat shqyrtimi i ankimimit mund të sillte të ndryshimin e renditjes së listës së fituesve, thuhet në njoftimin e SPAK. Sociale. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Shqipëri miratoi kërkesën për pajisjen me flet tip për mbledhjen e nënshkrimeve për zhvillimin e referendumit të përgjithshëm për shfuqizimin e ligjit për barazinë gjinore. Kërkesa u paraqit nga grupi nismëtar për referendumin e përgjithshëm për çështjet e rëndësisë së veçantë, mbrojtje e familjes. Shqyrtimi i kësaj kërkese u shtyp për në seancën e radhës dhe u la kohë grupit nismëtar për qartësimin e çështjeve të rëndësisë së veçantë. Mjeku kardiolog Ermir Tafaj nga Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza paralajmëron personat e rrezikuar të tregojnë të kujdesshëm ndaj uljes së temperaturave. Ai thekson se temperaturat e ulta rrisin ngarkesën mbi zemër dhe mund të përkeqësojnë sëmundjet kardiake. Moti i ftohtë dhe temperaturat e ulta ndikojnë në vazokonstriksionin e arterëve koronare. Kemi 2 kategori njerëzish, kemi kategoritë e njerëzve të cilët mjekohen paraprakisht për sëmundje të zemrës dhe pacientët e shëndetshëm. Nëse do i ndajmë në këto 2 kategori, pacientët të cilët kanë probleme me enët e zemrës duhen me patjetër të jenë më të kujdesshëm në temperaturat e ulta. Që do thotë, duhet të marrin mjekimin në mënyrë të rregullt. Duhet të kenë të veshur disa shtresa. Këshilla është të merret rregullisht mjekimi dhe të shmanget ekspozimi i zgjatur në të ftohtë për të mbrojtur shëndetin kardiovaskular. Një dhimbje shtrënguese, që ne i themi një dhimbje retrosternale, e cila mund përhapet majtas djathtas sternumit ose majtas djathtas gjoksit, që mund të marri krahun e majt ose të 2 krahët njëkohësisht, ose mund përhapet shpeshherë edhe brapa shpatullave. Një dhimbje që zgjat disa minuta dhe pushon në momentin kur ne futemi ose në ambiente të ngrohta ose në momentin kur ndalojmë pjesën e efortit. Këto janë dhimbjet të cilat duhen konsideru dhe me thënë drejtën janë një alarm i kuq, një këmban alarmi që duhet me patjetër të na bëjnë që të shkojmë drejt mjekut.
Mjeku pediatër Albert Lamani nga qendra spitalore Nën Tereza këshillon prindërit se si duhet të veprojnë kur shfaqen simptomat dhe kur është e nevojshme të paraqiten në urgjencën spitalore. Aktualisht në sezonin ku jemi, problemet më të shpeshta janë problemet e infeksioneve virale që prekin kryesisht traktin respirator ose të frymarrës, që manifestimet janë me koll, temperaturë dhe më pas variojnë në varësi të gjendjes, mund të kemi edhe me marrje frymë ose situata më të rënda të cilët shtohen në spital. Mjeku Lama këshillon prindërit të konsultohen me mjekun dhe të shmangin përdorimin pa receta të antibiotikëve. Veç temperaturës me frisone që quhen gjymëksore ose me ether në termin popullor dhe që temperatura katapulton në mënyrë të menjëhershme me të dridhura me ndjesi ftohtë dhe shkon mbi 39 gradë dhe po e afro. Atëherë ky është një rast që kërkon një asistencë spitalore të përkohshme në urgjencë ose në varësi të gjendjes, po në tutje e vlerëson mjeku që viziton. Situata e krijuar nga përmbytjet në disa zona të vendit po shkon drejt stabilizimit. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Haki Çako, deklaroi se situata në rang kombëtar po përmirësohet gradualisht, teksa në të gjitha qarqet vjon puna për pastrimin e rrugëve nga inertet për rikthimin e qarkullimit normal. Megjithatë, në nënvizon Çako, disa qarqe vazhdojnë të paraqesin risk të lartë dhe probleme specifike. Kreu i emergjencave civile shton se pas përfundimit të vlerësimit dhe miratimit nga njësitë e pushtetit vendor, do të hapet rruga për procesin e kompensimit dhe dëshpërblimit për qytetarët dhe subjektet e prekura në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Departamenti Amerikan i Shtetit pezullon shqyrtimin e aplikimit të vizave nga 75 vende në përpjekje për të rrëzuar aplikimet që mund të kthehen në barë publike. Pezullimi nis më 21 janar deri në një periudhë të pacaktuar. Nga kjo mas preket të Shqipëria, Kosova, Bosnjë-Hercegovina, Malizi dhe Maqedonia e Veriut. I vetmi vend që mungon në listë nga Ballkani Perëndimor është Serbia. Kategoritë e vizave të prekura janë bashkimi familjar, punësimi, birësimi, imigrantët special dhe emigrim diversiteti ose llotaria. Vendimi nuk prek vizat studentore, turistike apo ato për biznes, përfshirë dhe për tifozët e futbollit që duan të qëndrojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të parë nga afër Kupën e Botës që zhvillohet këtë vit, edhe pse administrata Trump ka thënë se do të verifikojë të gjithë aplikuesit e vizave. Ministria e Punëve të Jashtme e Shqipërisë Elisa Spiropali përgënjeshtron informacionet e përhapura se SBA e kanë kthyer Shqipërinë në listën e zezë për dhënien e vizave. Duke udhëtuar për në Kiev, Spiropali tha se ky vendim nuk e bllokon lëvizjen dhe udhëtimin e qytetarëve shqiptar drejt SBA-s, pasi nuk janë bllokuar vizat për qëllime turistike, studentët, biznesi, vizita tek familjarët apo eventet e lidhura me punën. E vërteta është se vendimi i fundit i Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka bllokuar lëvizjen dhe udhëtimin e qytetarëve shqiptar drejt SBA-s. Kurse nuk janë bllokuar as vizat për qëllime turistike, studentët, biznesi, vizitat e familjarët apo eventet lidhura me punën. Askush nuk ndalohet të udhtojë dhe të vizitojë si turist, student, qytetar apo edhe zyrtar, por rregullat e qëndrimit në SBA do të ndryshojnë në linjë me politikën e tyre të imigracionit. Sipas Spiropali, Departamenti Amerikan i Shtetit synon rishqyrtim lidhur me procesin e vizave për qëllim emigrimi në Shtetet e Bashkuara. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se do të pezullohet përpunimi i vizave të imigracionit deri në rishikim zyrtar dhe ky vendim vjen si pjesë e masave të administratës amerikane për të kufizuar abuzimet me avantazhet që ofron sistemi amerikan i imigracionit. Pra shkurt dhe thjesht, vendimi nuk ka të bëjë asgjë me fabrikime nga më të çuditshmet për non grata imagjinare mbi Shqipërinë dhe shqiptarët. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.